Kryetari I grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka qenë I pranishëm në aktivitetin organizuar me rastin e 20 vjetorit të Eurorajonit Adriatiko-Nonian në Tiranë, ku kanë vlerësuar rolin e bashkëpunimit rajonal si një instrument të rëndësishëm për integrimin evropian dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve të rajonit. Në fjalën e tij, Balla theksoi se Shqipëria ndodhet më pranë se kurrë antarësimit në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar progresin e shpejtë të vendit në procesin e negociatave. Nëse do më lejonin organizatorët t'i bëja një kritik të vogël sa I përket madhësisë së flamujve, se duket sikur procesi I antarësimit në Bashkimin Evropian është një proces në zbritje, në fakt është një proces në ngjitje, edhe si në lartësi. Dhe e vërteta është që secili prej nesh këtu në këtë sallë, pavarësisht bindjeve politike, ndjen një krenari për faktin se Shqipëria jonë e përbashkët nuk ka qenë kurrë më afër se sot antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe nëse edhe një vit më parë, kur ne thonim se Shqipëria brenda vitit 2030 do t'jetë në Bashkimin Evropian, sot duket edhe më shpejt akoma. Unë kam besimin se si kryetari I delegacionit shqiptar në Parlamentin Evropian do të kem mundësinë që bashkë me kolegët e tjerë, qofshin të mazhorancës të opozitës, të ulemi për krah kolegëve të Parlamentit Evropian përpara se kjo legislaturë e Parlamentit Evropian të mbyllet në 2029, të paktën me statusin e antarit të asociuar. Duke u ndalur te roli I Eurorajonit Adriatiko-Jonian, Balla e cilsoi këtë organizëm si një model të suksesshëm bashkëpunimi ndërkufitar, që ka kontribuar për 2 dekada në forcimin e dialogut, partneritetit dhe zhvillimit mes vendeve të rajonit.